Historia e Ademit a.s. sipas Kuranit edhe Sunnetit. Historia e Ademit a.s. është një nga rrëfimet më të rëndësishme në Islam. E përmendur disa herë në Kuran dhe e shpjeguar në hadithet e profetit Muhammed, paqja edhe bekimi i Allahut qofshin mbi të. Ky tregim mbart shumë mësime të vlefshme për njerëzimin dhe është themeli i krijimit të njerëzit sipas besimit islam. Krijimi i Ademit a.s. Allahu i lartësuar njoftoi melekët për krijimin e njerëzit si mëkëmbës në tokë. Dhe kur Zoti yt u tha angjëjve, unë po krijoj një mëkëmbës në tokë, ata thanë: a do të krijosh në të dikë që do të bëjë nga terresa dhe do të derdh gjak, ndërkohë që ne të madhërojmë me lavdije dhe të shenjtërojmë? Ai tha: unë di atë që ju nuk e dini. Surja El-Bekare 2:30. Melekët si krijesat të Allahut, që nuk bëjnë mëkate dhe janë të pastër, nuk mund ta kuptonin arsyeën e krijimit të një qenjeje që mund të bënte gabime dhe të shkaktonte trazira në tokë. Por Allahu kishte një plan të madh për krijimin e njeriu, të cilin ata nuk e kuptonin plotësisht. Allahu e krijoi Ademin nga balta, dhe ai e krijoi njeriu nga balta si qeramik. Surja Er-Rahman 55:14. Në një tjetër ajet thuhet: ne ju krijuam prej dheut, pastaj prej farës së mashkullit dhe femrës, pastaj prej gjakut të trash, pastaj prej një cope mishit formuar dhe të pa formuar, që t'ju sqarojmë fuqinë tonë. Surja El-Hajj 22:5. Allahu e formoi Ademin me duart e tij. Me këtë, Allahu i dha njeriut një pozitë të veçantë, duke i dhënë shpirtin dhe duke e bërë atë të aftë për të menduar, për të kuptuar dhe për të pasur një shpirt të pastër. Urdhri për sejdë dhe mosbindja e iblisit. Pas krijimit të Ademit, Allahu urdhëroi melekët që të bënin sejdë për ulje respekti para Ademit, si një shenjë nderimit dhe respektit për krijimin e Allahut. Të gjithë melekët ju bindën, përveç iblisit, shejtanit, i cili ishte prej gjinëve dhe u tregua mendje madhe dhe kokfort. Kur u tham angjëjve, përuluni Ademit, të gjithë u përulën, përveç iblisit, i cili nuk pranoi dhe u tregua arrogant, duke u bërë prej mosbesimtarve. Surja El-Bekare 2:34. Iblisi e kundërshtoi urdhrin e Allahut dhe tha: ai, iblisi tha, unë jam më i mirë se ai. Mua më krijove nga zjarri, kurse atë e krijove nga balta. Surja Sad 38:76. Për shkak të arrogancës dhe mosbindjes së tij, Allahu e mallkoi iblisin dhe e dëboi nga mëshira e tij. Allahu tha: dil prej andej sepse ti je i mallkuar, dhe mallkimi im do të jetë mbi ty deri në ditën e gjykimit. Surja Sad 38:77-78. Mirëpo iblisi kërkoi kohë deri në ditën e gjykimit për të mashtruar dhe për të devijuar njerëzit nga rruga e drejtë. Më jep afat deri në ditën e ringjalljes. Allahu tha: ti je prej atyre që u është dhënë afat. Surja El-Hijr 15:36-37. Iblisi u betua se do ta mashtronte Ademin dhe pasardhësit e tij për t'i çuar në rrugën e gabuar. Për hir të madhështisë tënde, unë do t'i shmang të gjithë nga rruga e drejtë, përveç robërve të tu të sinqert. Surja Sad 38:82-83. Ademi a.s. në xhenet dhe mashtrimi i iblisit. Allahu e vendosi Ademin në xhenet dhe krijoi për të një shoqe, Havan, Eva, që të jetonin së bashku dhe të gëzonin të mirat e xhenetit. O Adem, bano ti edhe bashortja jote në xhenet dhe hani prej ti lirshëm kudo që të dëshironi, por mos ju afroni këtij druri, se bëheni prej të padrejtëve. Surja El-Bekare 2:35. Iblisi, i cili kishte zili për pozitën e Ademit, filloi të planifikonte mënyrën se si ta mashtronte atë. Ai u afrua te Ademi dhe Havaja dhe u tha se nëse hanin nga pema e ndaluar, do të bëheshin ëngjëj ose do të jetonin përgjithmonë. Dhe u tha: Zoti juaj ka ndaluar këtë pemë vetëm që të mos bëheni ëngjëj ose të mos bëheni të përjetshëm. Surja El-Araf 7:20.
Pas këtij mashtrimi, Ademi dhe Havaja ranë në kurthin e shejtanit dhe hëngrën nga pema e ndaluar. Si rezultat, ata humbën veshjet e tyre dhe ndjen turp, dhe ata të dy hëngrën prej saj. Kështu që ju shfaqën pjesët e tyre të turpshme dhe filluan të mbulohen me gjethet të xhenetit. Surja Taha 20:121. Zbritja e Ademit dhe Havas në tokë. Pas këtij mëkati, Allahu i nxori nga xheneti dhe i zbriti në tokë. Allahu tha: "Zbrisni prej saj, prej xhenetit të gjithë. Ju do të jeni armiq të njëri tjetrit, dhe në tokë do të keni vendbanime dhe përjetim deri në një kohë të caktuar." Surja El Araf 7:24. Por Allahu me mëshirën e tij e pranoi pendimin e Ademit. Pastaj Ademi mori disa fjalë nga Zoti i tij për t'u penduar, dhe ai ja pranoi pendimin. Vërtet ai është pranues i pendimit, mëshirëploti. Surja El Bekare 2:37. Ademi si profet dhe pasardhësit e tij. Pas zbritjes në tokë, Ademi u bë profeti i parë i njerëzimit dhe u mësoi pasardhësve të tij besimin në Allah dhe drejtësinë. Ai jetoi një jetë të gjatë dhe u bë babai i të gjithë njerëzimit. Historia e Ademit a.s., fëmijët e tij dhe jeta në tokë. Pas zbritjes në tokë, Ademi a.s. dhe Havaja a.s. filluan jetën e tyre në këtë botë, duke u përballur me vështirësitë e jetës toksore. Allahu i kishte mësuar Ademit disa aftësi të rëndësishme, përfshirë mënyrën e jetesës, bujqësinë dhe rregullat e drejtësisë dhe adhurimit. Ai u bë profeti i parë i njerëzimit dhe filloi të mësojë pasardhësve të tij besimin në Allah dhe mënyrën e drejtë të jetesës. Fëmijët e Ademit a.s. Ademi dhe Havaja u bekuan me shumë fëmijë. Allahu i dhuroi atyre djeme dhe vajza. Nga fëmijët e tyre, më të njohurit në histori janë Abili, Abeli dhe Kabili, Kaini, të cilët janë të përmendur edhe në Kur'an për shkak të një ngjarjeje tragjike që ndodhi mes tyre. Ngjarja e Abilit dhe Kabilit, vrasja e parë në histori. Allahu na tregon në Kur'an për konfliktin mes dy djemve të Ademit. Tregoju atyre me të vërtetë historinë e dy bijve të Ademit, kur të dy bën nga një kurban dhe u pranua prej njërit, por nuk u pranua prej tjetrit. Ai Kabili tha: "Unë do të vras ty." Ai Habili tha: "Allahu e pranon vetëm prej atyre që janë të devotshëm." Surja El Maide 5:27. Kabili ishte i pakënaqur sepse kurbani i tij nuk u pranua nga Allahu, ndërsa kurbani i Abilit u pranua. Abili i kishte dhuruar Allahut një begati të shëndetshme, ndërsa Kabili kishte dhuruar një prodhim të keq të tokës. Kjo tregon se Allahu pranon vetëm veprat e sinqerta dhe të pastërta. Xhelozia dhe zemrimi e verbuan Kabilin dhe ai e vrau vllain e tij, duke kryer vrasjen e parë në historinë e njerëzimit. Pastaj egoja e tij e shtyu atë që të vriste vëllain e tij, dhe ai e vrau atë, duke u bërë kështu prej të humburve. Surja El Maide 5:30. Pas vrasjes, Kabili nuk e dinte çfarë të bënte me trupin e vllait të tij. Allahu dërgoi një sorr që gërmonte në dhe për t'i treguar atij si ta mbulonte trupin e vllait të tij. Ai tha: Mjerë unë, a nuk jam mjaft të bëj si kjo sorr e të mbuloj trupin e vllait tim? Dhe kështu u bë prej të penduarve. Surja El Maide 5:31. Kjo histori na mëson për pasojat e zilisë dhe të mëkatit, si edhe për rëndësinë e drejtësisë dhe përkushtimit ndaj Allahut. Pas kësaj ngjarje tragjike, Ademi vazhdoi të predikonte mesazhin e Allahut dhe të udhëzonte pasardhësit e tij në rrugën e drejtë. Ai mësoi atyre adhurimin e Allahut, rregullat e drejtësisë, si dhe aftësitë për të mbijetuar në tokë, si bujqësia, ndërtimi dhe gjuetia. Gjatë jetës së tij, ai pa lindjen dhe rritjen e shumë brezave të njerëzimit dhe u përball me sfidat e jetës në tokë. Sipas disa transmetimeve islame, Ademi kishte një gjuhë të veçantë për të komunikuar me fëmijët e tij, dhe ai ishte njeri me trup të madh dhe të fuqishëm. Ai vazhdoi të udhëzoi popullin e tij, duke i paralajmëruar ata për rrezikun e mashtrimeve të shejtanit dhe duke i ftuar të jetonin me drejtësi dhe devotshmëri. Vdekja e Ademit a.s.
Kur erdhi momenti i fundit i jetës së Ademit alayhis salam, ai ndjeu afrimin e vdekjes. Sipas disa transmetimeve, Allahu i tregoi atij emrat e të gjithë profetëve që do të vinin pas tij dhe e informoi se si pasardhësit e tij do të vazhdonin rrugën në tokë. Sipas disa haditheve, Ademi jetoi rreth 1000 vjet, megjithse nuk ka një burim të qartë në Kur'an për moshën e tij të saktë. Në momentin e vdekjes së tij, Ademi la pas një brez njerëzish, të cilëve u kishte mësuar besimin dhe drejtësinë. Melekët erdhën për të marrë shpirtin e tij, dhe ai u varros nga fëmijët e tij, sipas udhëzimeve të Allahut. Pas vdekjes së tij, biri i tij, Shithi, Seti, mori udhëheqjen dhe vazhdoi mësimet e babait të tij. Thuhet se ai ishte një njeri i devotshëm, dhe se Allahu i dërgoi udhëzim për të vazhduar rrugën e profecisë. Mësimet nga historia e Ademit alayhis salam. Njeriu është krijuar për të adhuruar Allahun. Ademi u krijua me një qëllim të lartë, që të adhurojë Allahun dhe të jetojë sipas urdhrave të tij. Shejtani është armik i hapur i njeriut, që nga fillimi Iblisi u betua se do ta çonte njeriu në mëkat. Prandaj çdo besimtar duhet të jetë vigjilent dhe të mbrohet nga mashtrimet e tij. Mëkati duhet të pasohet me pendim. Kur Ademi bëri gabimin e tij, ai u drejtua Allahut me pendime dhe Allahu e fali. Çdo njeri mund të bëjë gabime, por Allahu është gjithmonë i gatshëm ta falë atë që pendohet sinqerisht. Pasojat e zilisë dhe padrejtësisë. Ngjarja e Abilit dhe Kabilit tregon se xhelozia dhe padrejtësia çojnë në pasoja të tmerrshme. Duhet të jemi të drejtë dhe të mos lejojmë emocionet negative të na dominojnë. Njerëzit janë sprovuar në këtë jetë. Jeta në tokë nuk është e lehtë dhe është plot sprova, por me besim dhe durim, njeriu mund të fitojë kënaqësinë e Allahut dhe shpërblimin në ahiret. Kështu përfundon historia e Ademit alayhis salam, babai i njerëzimit dhe profeti i parë i dërguar nga Allahu. Historia e tij është një udhërrëfyes i rëndësishëm për gjithë njerëzimin, duke na mësuar se si të jetojmë me besim, drejtësi dhe mëshirë.